Mirë, po shkon drejt fundit numrimi i votave, me sa duket ajo çfarë ka mbetur ende për të numruar është vota e diasporës për kandidatët preferencial, pra vota për kandidatët, por për më shumë sa ka mbetur për të numruar, çfarë ka përfunduar deri tani, kur do të kemi një rezultat përfundimtar, kam kolegen Enkeleda Mema. Enkeleda, mirëmëngjes. Fillimisht ku jemi me procesin, pastaj. Mirëmëngjes Esmeralda, jemi në numërimin e votës për kandidatët në lista hapur, janë të 11 qarqet, pasi qarku i Kusit e ka mbyllur me kohë numërimin si për subjektin, ashtu edhe për kandidatët në lista hapur. Mendojmë që të paktën deri në pasditen e kësaj të hënës, të kemi përfunduar dhe të gjithë numërimin e votës për kandidatët, për të përmbyllur kështu një proces shumë të gjatë të numërimit të votës së diasporës, por jo vetëm për të përmbyllur një proces, por për t'i dhënë fund edhe emocioneve që kandidatët në listë hapur janë në gara të ngushta mes kolegëve të tyre dhe kryesisht kjo ndodh në Partinë Socialiste, pasi në Partinë Demokratike pra në koalicionin për Shqipërinë Madhështore nuk ka asnjë surprizë. Kush janë ata që janë në garë më të etshme dhe ku? Në Tiranë, në qytete të tjera, kush nga kandidatët? Besoj se gara më edhshme është vetëm në disa qarqe, Esmeralda. Së pari, le të themi që tek Partia Demokratike në garën mes Ilir Ali Mehmetit dhe Jorida Tabakut, tashmë zonja Tabaku është me një diferencë të thellë ndaj doktorit Ilir Ali Mehmeti, është mbi 3000 vota më shumë dhe nga fletët e votimit që kanë mbetur të numërohen, nuk u presim një përmbysje të rezultatit, pasi diferenca është shumë e thellë. Duket që gara deri më tani zhvillohet tek Partia Socialiste dhe kjo për vetë efektin të mandateve të shumta që ka marrë Partia Socialiste 83, që ka bën që dhe gara të vjoj në lista hapur. Së pari në listën e hapur, sigurisht tek Partia Socialiste garën më të forte kemi në qarkun e Tiranës, dhe kjo është e kuptueshme që është në qarkun e Tiranës, sepse kemi garën më të forte mes deputeteve gra dhe deputetëve burra në Tiranë, të cilët pretendojnë të marrin kariken e deputetit në përshtatorin e 2025-s. Aktualisht garën mes grave Esmeralda e kemi mes Olta Gjaçkës dhe Blerina Gjylametit, vazhdojnë ende Esmeralda të jenë në një garë të fortë dhe në një diferencë shumë të vogël votash. Aktualisht Olta Gjaçka ka 6039, ndërsa Blerina Gjylameti ka 5970, për afërsisht i bie në një diferencë prej 69 votash mes dy grave socialiste, të cilat synojnë të marrin një mandat tjetër në Kuvendin e Shqipërisë. Po aq një garë kemi edhe mes dy burrave, Ornaldo Rakipit dhe Xhemal Qefaliajt. Ornaldo Rakipi për momentin ka 10.160, dërsa Xhemal Qefalia 9.722, edhe këtu kemi një diferencë të rreth 400 plus vota, edhe kjo quhet një garë e rëndësishme, pra shko sa numri fletëve të votimit për numërimin e Tiranës është ende i lartë dhe ndoshta mund të sjellë një përmbysje të rezultatit. Një tjetër qark Esmeralda, i cili pret të ketë edhe një garë ajo, në këtë herë jemi në qarkun e Fierit, edhe këtu kemi një garë mes një burri dhe, në qarkun e Lezhës, mes një burri dhe një gruaje, është Marieta Neli me 7171 dhe Admir Kadeli me 6707, është rreth diku 300 vota plus që bëhet një garë, megjithatë nga një numërim paraprak që i kanë bërë të dy kandidatët në lista hapur për qarkun e Lezhës dhe për Partinë Socialiste, duket se deri më tani dhe nga ajo votë që ata kanë mundur të numërojnë, duket se Admir Kadeli do ta fitojë garën në qarkun e Lezhës. Po aq një qark interesant që pritet të prodhojë ndoshta një rezultat të ri, është qarku i Vlorës. Në qarkun e Vlorës garën aktualisht e kemi Esmeralda mes Vasil Llajo, si përmarrësit Vasil Llajo, me 4953 dhe nën kryetarit të Bashkisë së Vlorës Klevis Kaso me 4872, është një diferencë më pak se 300 vota dhe sipas komunikimeve që kemi patur me të dy kandidatët në lista hapur, duket që të dy janë pretendent dhe kanë vota të shumta përsa i përket diasporës dhe veçmas diasporës së Greqisë. Gjithashtu qarku i fundit i cili premton një garë dhe në këtë rast garën e kemi midis dy grave, është qarku i Korçës, është mes Enis Zakes dhe Besa Spahos, janë dy gra të cilat janë në garë të fortë për të kuptuar se cila nga ato të dyja do të marrë kariken e deputetes. Besa Spahu aktualisht ka 6797 vota, ndërsa Enis Zake ka 6321 vota, në një diferencë prej 400 votash, por në të gjitha
rastet në të gjitha qarqet kemi një përqindje të lartë të votave të diasporës që mbeten për të numëruar. Shpresojmë shumë që të mbyllim qarkun e Tiranës, sipas numëruesve dhe të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike. Dreka më në fund ndoshta do të na shpallë edhe rezultatin përfundimtar për deputetët që do të çojë qarku i Tiranës nga Partia Socialiste në parlament. Enkeleda, gjatë ditës së djeshme dhe jo vetëm ka pasur në rrjetet sociale kanë qarkulluar shumë foto, në fakt ato gjenden edhe në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk është se i shpikën, ku tregon se zarfet e mbritura janë më pak se sa votat që kanë rezultuar gjatë numërimit. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë është kjo situatë? Në fakt, është një situatë të cilën e kemi zbuluar gjatë ditëve të numërimit të votës së diasporës dhe konkretisht është një situatë që është zbuluar ditën e shtunë gjatë një gare të etshme që pati qarku i Lezhës mes PS-s dhe PD-s. Aty arritëm të kuptonim nga një diskutim mes deputetit Jorida Tabaku dhe komisionerit shtetëror të zgjedhjeve Ilierian Celibashi që në fakt në votat e diasporës të mbërritura në Parkun Olimpik kanë qenë më të mëdha në krahasim me atë shifër që është deklaruar në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas një sqarimi të KQZ-s, këto vota të mbërritura kanë qenë në orët e fundit dhe administrata e KQZ-s nuk ka mundur dot këto të dhëna ti reflektojnë në faqen zyrtare, por i kanë mbajtur ato manualisht. Megjithatë, ende sot që diskutojmë bashkë, neve nuk kemi ende një shifër përfundimtare dhe zyrtare se sa realisht ka qenë vota e diasporës e mbërritur në Parkun Olimpik dhe që është nënshtruar procesit të numërimit. Ka pasur edhe shumë, le të themi, anomali të tjera në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka pasur të dhëna të hedhura gabim, të dhëna të paqartësuara që shpeshherë kanë shkaktuar konfuzion, jo vetëm mes gazetarëve, të cilët shpeshherë është dashur të raportojnë lajme jo 100% të vërteta, por edhe për vetë politikanët, të cilët janë detyruar që të kenë një komunikim të drejtë për drejtë me Ilierian Celibashin për shkak të procesverbaleve veçanërisht Esmeralda, që fillimisht u hidhnin në faqen zyrtare të KQZ-s dhe pas disa orësh këto procesverbale nuk gjendeshin më. Sigurisht që kandidatët në listë hapur janë më shumë të interesuar, pasi ato shohin të gjithë projekcionin e votës dhe mundësinë për të kuptuar nëse janë fitues apo jo. Beteja për votën e Greqisë mbaroi me kaq apo do të vazhdoj pasi kontestimet, akuzat kanë qenë të shumta, sidomos nga Partia Demokratike? Për Partinë Demokratike ka një vendimarrje që të gjithë komisionerët e Partisë Demokratike në momentin e bërjes së procesverbalit, pra numërimit të votës diasporës nga Greqia, duhet të shkruajnë një shënim që refuzojnë atë. Duke deri më tani që ky refuzim që do t'i bëjnë komisionerët e Partisë Demokratike do t'jetë një refuzim i pavlefshëm, sepse pra shkosa vota e diasporës, e gjithë diasporës, përfshirë këtu edhe Greqin, është numëruar dhe më pas është tabuluar në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do t'i mbetet më pas një hetimi që duhet të fillojë fillimisht në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve e më pas deri në Kolegjin Zgjedhor. Megjithatë, këtu ka dhe një pikpyetje të madhe Esmeralda, sepse në momentin që zarfi B hapet dhe del zarfi A dhe më pas fleta e votimit i nënshtrohet procesit të numërimit, është e vështirë që ti të identifikosh se cila është vota e cila ka ardhur nga diaspora e Greqisë, pasi ato futen të gjitha në ato kutinë e madhe dhe ti nuk mund të kesh dot një mundësi për të refuzuar, sepse vota e diasporës së Greqisë nuk pretendohet nga Partia Demokratike që është 100% e gabuar, por ka edhe votë të diasporës së Greqisë e cila është kryer sipas të gjitha procedurave. Megjithatë, vendimarrja do t'i takojë Kasit, do të shohim dhe Kolegjin Zgjedhor nësa do ta gjejë drejt ankimimin e Partisë Demokratike dhe nga njëra anë, kjo, por nga ana tjetër, ende kompania postare, DHL, nuk ka kthyer një përgjigje se çfarë realisht ndodhi me zarfet elektoral për votën e diasporës, a i morën ata një pjesë e madhe shqiptarëve që jetojnë në Greqi në mënyrë të drejtë për drejtë, apo ishin të tjerë që i morën këto zarfe elektorale, firmosën për ta, i plotësuan për ta dhe më pas i kthyen në Shqipëri. Kjo do t'i takojë Kolegjit Zgjedhor për të kuptuar nëse kemi pasur një situatë të tillë sipas pretendimeve të PD-s. Dhe një pyetje të fundit, gjatë kësaj kohe kemi parë kontestime të shumta sa i përket mënyrës se si është numëruar vota. Kryesisht ajo preferenciale, kandidatë që kanë akuzuar edhe brenda vetë subjektit, por edhe jashtë subjekteve se kanë tjetërsuar vullnetin e tyre, se kanë thirrë të pavlefshme, fletë që ishin të vlefshme. Çfarë betejë paralajmëron kjo në të ardhmen, da do ta vonojë certifikimin përfundimtar të rezultatit?
Besoj se rezultatin paraprak nuk e vënon, sepse ai është një proces i cili zhvillohet në institucionet e KQZ-s nga kasi deri te kolegji zgjedhor, kështu që Ilirian Celibashi do të shpallë rezultatin paraprak. Betejat ligjore janë veçantë dhe më pas në bazë të vendimarrjes që merr kolegji zgjedhor, vepron dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Megjithatë, në Esmeralda deri më tani kemi të bëjmë me deklarata publike të kandidatëve për deputet në lista të hapura, të cilët pretendojnë që vota e tyre preferenciale është tjetërsuar nga numëruesit si të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike në tavolinat e numërimit. Duket që deri më tani kemi vetëm një denoncim të vetëm, pra një ankesë të vetëm nga përfaqësuesi i Partisë Demokratike doktori Ilir Ali Mehmeti, që e ka bërë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por kjo mbetet për të parë nëse Partia Demokratike do ta udhëheq këtë garë, pra do të ketë një proces ankimimi dhe do të jetë ajo që do ta mbështesë apo nuk do të përfshihet në këtë vendimarrje personale të doktor Ilir Ali Mehmetit. Nuk kemi ende hakimime të tjera nga deputet në listën e hapur, nga Partia Demokratike dhe nga Partia Socialiste, sepse ky proces ka në vetvete edhe një tëmet, po e quaj, pasi çdo kandidat i cili pretendon që është tjetërsuar vullneti politik, tjetërsimi i vullnetit politik, në fakt ka ndodhur nga brenda partia. Pra, janë komisionerët e partive përkatëse që e kanë tjetërsuar vullnetin politik dhe nuk është forca kundërshtare që ta ka tjetërsuar vullnetin politik. Pra, le të themi që është një betejë që do ta kryesh me partinë tënde dhe nuk e di se sa kandidatëve në lista hapur do të duan ta çojnë këtë betejë deri në fund dhe hallka e fundit është kolegji zgjedhor. Mirë, faleminderit Enkile Dam.